Qielli I natës ndriçohet. Tingujt e sirenës ngulfaten nga shpërtimet e zhurmshme. Disa shpërtime janë nga neutralizimi I raketave në ajër, por disa janë goditje, të drejtë, shkatruese. Çfarë dallon raketat që kapen lehtë me këta të tjera që godasin pa paralemrim? Ta shohim dallimin mes raketave balistike dhe atyre hipersonike. Raketat balistike përdorin lëndë ndjekëse vetëm në fazën e parë të fluturimit. Motorët e ndihmojnë që të dalë jashtë atmosferës së tokës, siç shihet në këto video të ditëve të fundit. Pjesa më e madhe e mbetur e fluturimit është thjesht në ndikimin e gravitetit. Pra këto raketa ndjekin një trajektore harkore, parabolike, të përcaktuar nga graviteti. Për këtë arsye, sistemet e avancuara të mbrojtjes ajrore zbulojnë lehtësisht dhe në kohë raketat balistike, ndërsa trajektoria e tyre fikse dhe e parashikueshme mundëson që shumica prej tyre të neutralizohen lehtë. Dhe momenti më I mirë për t'i neutralizuar është në hapësirë, përpara rihyrjes në atmosferën e tokës, si në këto video. Këto shfaqje mbreslënëse dritash janë në fakt shpërthime nga neutralizimi I raketave të Iranit në hapësirë nga sistemet e mbrojtjes ajrore që mbrojnë Izraelin, THAAD amerikan dhe Arrow 3 izraelit. Por këto sisteme bashkë me kupolën e hekut janë krejtësisht të padobishme ndaj raketave lundruese hipersonike. Ja se pse. Raketat hipersonike për dallim nga ato balistike qëndrojnë poshtë, afër sipërfaqes së tokës. Ato nuk dalin jashtë atmosfere dhe I gjithë fluturimi I tyre është I nxitur nga motorët e brendshme, duke I bërë jashtëzakonisht të manovrueshme. Qëndrimi afër sipërfaqes së tokës I mban të fshehtë nga radarët, kur të detektohen bëhet shumë vonë. Çfarëdo përpjekje për reagim I sistemeve të mbrojtjes ajrore në atë kohë të shkurtër pas detektimit nga radarët është I padobishëm për shkak të trajektores së paparashikueshme të raketave hipersonike dhe mundësisë për të manovruar e ndryshuar kahje në moment të fundit. Shto këtu dhe shpejtësinë marramendse që arrin, duke kaluar më shumë se 5 herë shpejtësinë e zërit, përfundon me goditje si kjo. Ku sistemet e mbrojtjes as nuk e marrin mundimin të reagojnë. Shumica e raketave që Irani nis ndaj Izraelit, më shumë se 90% janë raketa balistike. Por secila valë e sulmit shoqërohet edhe nga disa raketa hipersonike, dhe ato zakonisht godasin cakun.